Reforma zgjedhore ka nisur që kur isha me thonjtë e paprer, Rama ironi me opozitën, me ju pa ju puna do të bëhet. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të avancohet me reformat zgjedhore dhe territoriale me ose pa opozitën. Me ata shumë mirë, pa ata po aq mirë, rëndësi ka të bëhet puna, asnjë lloj force nuk na imponon dot ne të bëjmë pengun jo. Reforma zgjedhore ka nisur që kur unë isha thjesht piktor, nën urat e Parisit me thonjtë të paprera, takimet i bënim tek një zyrë këtu mbrapa, nuk di çfarë të them, sa herë mbarojnë zgjedhjet, duhet një reformë se pas zgjedhjeve ka vetëm një humbës, kështu që o burra të bëjmë reformë tjetër. Unë ja besoj Damianit se ai është në gjendje të bëjë gjëra që si bëj dot kur. Ku është kjo që të gjitha punët ndalojnë para zgjedhjeve dhe prap nuk u mjafton, e duan 9 muaj, prap nuk do të lind fitoria. Megjithatë, Damiani ti e di vetë, siç thoshte kryetari, unë bëni siç keni bërë gjithmonë.